Me afrimin e çdo sezoni turistik, qeveria shqiptare e kthehet mekanizmit të aksionit për të menaxhuar një ndër sfidat më të mëdha të muajve të verës, mbetjet. Edhe këtë sezon, kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar se do të ndërmerren nisma nga bashkitë për të siguruar Shqipërinë e pastër në sytë e miliona vizitorëve të huaj. Por për ekspertët e mjedisit, ky ngërç nuk zgjidhet me nisme aksionare. Eksperti Urana Bazi thekson se njësitë vendore duhet i përmbahen një plan i menaxhimit të qëndrueshëm gjatë gjithë vitit, pasi problemi fillon që në hapat e parë të sistemi i grumbullimit dhe ndarja në burim. Kjo ka të bëjë në radhë të parë edhe me mungesën e një plani të menaxhimit të mbetjeve për disa njësi administrative. Legjislacioni nuk është se mungon, nuk duhet të drejtojmë gjithë gjërat e legjislacionit, por problemi është te zbatueshmëria e legjislacionit. Vëmë re që njësitë administrative duhet të jenë më të përgjegjshme për menaxhimin e mbetjeve, në sensin e gjithë terminologjisë që nënkupton menaxhimin e mbetjeve, duke filluar nga grumbullimi i mbetjeve, nga ndarja e mbetjeve që nuk bëhet, dhe pastaj të gjykojë dhe të vlerësojë se cilat janë ato kategori mbetjesh që duhet shkojnë dhe duhet shkojnë në landfill, dhe cilat janë kategoritë e mbetjeve që duhet shkojnë dhe trajtohen sipas mënyrës së trajtimit duke u nisur nga origjina e tyre. Por problemi është që ne paguajmë, dhe kur paguajmë, normalisht duhet sigurohet shërbimi që paguhet. Për të dalë nga kjo situatë, sipas Abazit, Shqipëria duhet të ndjek me seriozitet strategjinë e Bashkimit Evropian. Kjo kërkon aplikimin e ekonomisë qarkulluese, duke mbajtur në majtë të piramidës minimizimin e mbetjeve dhe më pas ripërdorimin e tyre. Duhet parë edhe në sensin e ekonomisë qarkulluese, sepse mbetjet edhe bashkitë, edhe njësitë administrative duhet ta shikojnë në sensin pozitiv të përfitimit, sepse mbetja ka një vlerë të caktuar. Mbetjet organike përbëjnë më shumë se gjysmën. Pra mbetjet organike në fakt ne mund t'i shfrytëzojmë. Në rast se ne mbetjet e plastikës që këtu i kemi mbetjet e riciklueshme që shkojnë 18.8%, i çojmë në 30%, atëherë ne ngelin 70% nga këto 70% e totalitetit, duke heqë 57% që janë mbetje organike, na ngelin sasi shumë e vogël mbetjesh që mund të jenë problematike për të menaxhuar. Pra gjithçka fillon me hapin e parë, me ndarjen